Pasi që ushtria kontrollon hapësirën ajrore të Sudanit, sfida për RSF-n dhe mbështetësit e saj, sa po filloi lufta, ishte të siguronin linjat e furnizimit me armatim. Në muajt e parë të konfliktit, zyrtar në jug të Libis dhe burime pranë forcave të komandantit lindor Khalifa Haftar, i cili mbështetet nga Emiratet e Bashkuara Arabe, i than Middle East Eye se Emiratet po e përdorin Haftarin për dërguar furnizime ushtarake te RSF-ja në Sudan. Këto burime identifikuan gjithashtu një sër bazash ajrore kyçe në Libi, nga të cilat ngarkesat ajrore dërgoheshin në Republikën Qendrore Afrikane, prej nga më pas transportoheshin toksisht drejt Darfurit. Disa ditë para se të fillonte lufta, një nga djemtë e Haftarit, Sadik, ndodhej në Khartoum për të takuar me Hemedin dhe për t'i dhuruar $2 milion një klubi futbolli me cilin lideri paramilitar ishte i lidhur. Xhalel Halshui, analist politik dhe bashkëpunëtor i Institutit Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara, i tha Middle East Eye se familja Haftar ishte e vetëdijshme për ruajtjen e rrjeteve të tregtisë paligjshme që ekzistojnë midis Sudanit dhe Libisë lindore, duke përfshirë karburantin, kaptagonin, hashashin, arin, makinat e vjedhura dhe trafikun e njerëzve, dhe se kishin filluar të dërgonin ndihmë për RSF-n. Hemedi ishte i preferuar i tyre, tha Harçui për Emiratet dhe Rusin. Ato e kanë mbështetur prej disa vitesh përpara shpërthimit të luftës. Të dy shtetet e dinin se mund ta ndihmonin pa u denoncuar nga komuniteti ndërkombëtar dhe zgjodhen pikërisht atë rrugë. Ndërsa lufta vazhdonte, rrugët e furnizimit nga Libia u zhvendosën për shkak të monitorimit ndërkombëtar. Këshilli i sigurimit i OKB-s ka vendosur një embargo armësh për Sudanin Perëndimor, e cila u rinovua në mars. Musa Tehusai, antari i Partisë së Ndryshimit të Libis dhe studiuesi çështjeve afrikane, i tha për Middle East Eye se mbështetja ushtarake që kalonte nga Libia lindore dhe jugore drejt Sudanit kryhej kryesisht përmes grupit rus Wagner, i cili transportonte armë të avancuara dhe pajisje ushtarake si raketa SAM-7 dhe sisteme kundërajrore me ngarkesa ajrore nga qyteti Kufra. Sjellja operative ndryshonte vazhdimisht, tha Harçui. Edhe volumi ndryshonte, por rrjedha e ndihmës kurrë nuk pushoi. Emiratet dhe Rusia gjithmonë kanë pasur synimin që Hemedi të fitojë, që nga dita e parë. Darfuri, rajoni i gjerë në perëndim të Sudanit, prej nga RSF-ja u ngrit nga milicit Xhanxhawit, të përdorura dikur nga shteti për të shtypur rebelimin, kufizohet gjithashtu me Çadin dhe Republikën Qendrore Afrikane. Në Republikën Qendrore Afrikane, qeveria e presidentit Faustin Archange Touadera varet nga forcat e Wagnerit për mbështetje ushtarake në luftën kundër rebelëve. Grupi rus ndihmoi gjithashtu Touaderan të fitonte referendumin, që i mundsoi të kandidojë për president pa kufi mandatesh. Burimet e opozitës në vend i than Middle East Eye se mercenarët e Wagnerit ishin të përfshirë në tranzitin e armëve përtej kufirit drejt RSF-s në Darfur. Furnizimet ndonjëherë, por jo gjithmonë, fluturonin nga Libia. Abdu Buda, zëdhënësi i rebelëve të Unionit për Paqen e Republikën Qendrore Afrikane, tha: Wagneri dhe qeveria e Republikës Qendrore Afrikane janë të interesuar të sigurojnë pozicionin e ratit të tyre në Sudan, që është RSF-ja, ndaj kanë dorëzuar sasi të mëdha armësh përmes kufive Sudan Republika Qendrore Afrikane. Në të njëjtën kohë, Emiratet po përpiqeshin të ndikonin qëndrimin e qeverisë së Çadit, e cila friksohej nga destabilizimi që mund shkaktonte lufta në kufijtë e saj dhe e shihte RSF-n si një grup që mund të ndihmonte në ndryshimin e regjimit në Çad. Mohamed Idris Deby, udhëheqësi ushtarak dhe presidenti i përkohshëm i Çadit, u takuan në N'Djamena në fillim të korrikut me një këshilltar të Mohammed bin Zayed dhe Abdurrahim Dagalo, vëllain dhe njeriun e djathtë të Hemedit, sipas Hudson dhe një analist ushtarak perëndimor. Sipas Hudson, Emiratet i ofruan Debyt më shumë se $1 miliard për ta shtyrë Çadin drejt mbështetjes së RSF-s. Dhe qatherës 2023, qyteti i largët çadian, Amdjaras, nga vjen familja Deby, u kthye në një qytet të lulëzuar, sipas një burimi pranë zyrtarëve lokal që konfirmoi vëzhgimet e Hudsonit. Deri më 30 shtator, faqja ndjekjes së fluturimeve Gerion regjistroi 109 fluturime ngarkesash që vinin nga Emiratet, ndalonin shkurt në Entebbe të Ugandës dhe vazhdonin drejt Amdjaras.
Më pas, Gerion çaktivizoi llogarinë e tij pas një incidenti të fundit që, siç deklaroi, e bëri të mos ndihej më i sigurt. Sipas New York Times, Amdjaras u bë zemra një operacioni të fshehtën të likuar, të drejtuar nga Emiratet për të mbështetur RSF-n, duke furnizuar me armë dhe dron të fuqishëm, duke trajtuar luftëtarët e plagosur dhe duke transportuar rastet më të rënda drejt njërit prej spitaleve ushtarake të këtyre. Por fluturimet nga Uganda në Çad mund të gjurmohen, ndaj RSF-ja dhe mbështetësit e saj po përpiqen t'i fusin ngarkesat në hapësirën ajrore të Sudanit, ku ato nuk mund të ndiqen. Fluturimi i 6 gushtit drejt Kordofanit të Veriut, të cilin Middle East Eye ndoqi në 2 skajet me ndihmën e videos së dërguar nga burime lokale, duke se ishte pjesë e kësaj përpjekjeje për dërguar furnizime drejt për drejt në Sudan. Megjithse ai fluturim u ul, disa ditë më vonë sulmet ajrore të ushtrisë i dhanë fund kësaj rruge, deri në mesin e nëntorit, kur ushtria rifilloi bombardimet në Hamrat el Sheikh, duke besuar se RSF-ja po sillte përsëri furnizime ajrore. Kompania Bar Aviation, pronare avionit të shfaqur në video, drejtohet nga CEO Barak Orland, një biznesmen izraelit që ka jetuar në Ugandë për gati 2 dekada. Ai ishte i afërt me familjen e presidentit ugandez Yoweri Museveni.